Në një kohë kur një familje numëron parat para se të blejë gjësendet elementare, ka njerëz bujar që numërojnë se sa familje mund të ndihmojnë me mundësitë që kanë. Në këtë formë, burrë e grua me prejardhje nga Vranjofse e Gostivarit, me kursimet e tyre kanë vendosur të ndihmojnë 20 familje me status të rrezikuar social. Ashtu sikur se shumica e aktiviteteve humanitare në rajonin e Gostivarit, edhe ky aksion i është besuar për ta menaxhuar humanisti Sinan Elezi, i cili thekson se në këtë kohë kur kryefjalet çdo ditë që fillon është kriza ekonomike, ka shumë bamirës, vendas dhe mërgjimtar që ndajnë kafshatën e gojës me vëllezërit e motrat që po kalojnë në ditët e tyre më të vështira. Me të vërtetë këtë krizë ekonomike vendin tonë, nevojtarët e jetimat kanë nevojë për ndihmën e bamirësve dhe nevojtarëve. Kjo dhurat vim pi një që vijon në Itali, pi Vranjofse që tranë Gostivar, nuk jonë vendi parë, ta jonë gjithmonë bamirës të rregull, kjo e 5 herë, por në emrin tim personal, në emrin e nevojtarëve dhe jetimave, Zoti i dha shëndet, lumturi familjar dhe Zoti ja pranon këtë sadaka që japin për jetimat dhe nevojtarët. Këto janë 20 paqeta, çdo paqete ka vlerën 50 euro, Zoti ja pranon dhe gjithëve bamirësve donatorëve që janë afër jetimave dhe nevojtarëve, Zoti va pranon dhe vu dhash pasuri se sot kanë nevojtarët e jetimat për bamirësit dhe donatorit. Ai thekson se aksionet humanitare në Çajin nuk janë vetëm sezonale, siç ndodh për Ramazan, kur numri i tyre vetëm se rritet, por janë permanente gjatë gjithë vitit, sepse nevoja e njerëzve është e përditshme. Andaj, apelon që ky model solidariteti të shtrihet edhe në vendbanime të tjera. Sipas tij, çdo fshat dhe çdo lagje mund të bëjë diçka. Mjafton të ketë vullnet dhe të mos mbyllen syt përpara atyre që kanë nevojë. Bamirësit dhe donatorit të rajonit Gostivarit gjithmonë ka qenë afër gjithëve jetimave dhe nevojtarëve, po të marrin shembull edhe tjerët që tapin dhe kanë nevojë për ndihmën e atyre. Zoti i shpërblet me kitë mera që i ka dhënë Zoti kënd atyre dhe jetën e përgjithshme Zoti u dhash t'i dalim Zotit me vepra të mëdha. Sinan Elezi prej vitesh është i angazhuar në aktivitete humanitare, duke u përpjekur që ndihma të arrijë pikërisht aty ku nevoja është më e madhe. Përveç pakove ushqimore, ai ka siguruar edhe dru për ngrohje për familjet që nuk kanë mundur t'i përballojnë shpenzimet e dimrit, ndërsa në raste të tjera, tek shumë familje, ka dërguar të ashtu quajturin një zarf për nevojtarin nga mërgjimtari që nuk e harron vendlindjen. Në këtë formë, ndër vite ai është bërë urë lidhse mes atyre që kanë mundësi të ndihmojnë dhe atyre që kanë nevojë për ndihmë.